Përshëndetje miq, sot jemi me një antarin ton, do bëjmë një intervistë, nëse dëshironi ta prezantoni veten. Përshëndetje grupi, unë jam Shadow, besoj që keni pa un grup të bo pulling, të bo blerje, regjistrime më tha tash, të fesajna. Sot do ta bëj një pyetje ta nisim si arrite ta gjesh grupin ton, farë mënyre në social media apo Po prej TikTokut, prej prej TikTokut. TikTokut, a? Keni pasur ndonjë Po, njohuri më përpara me ndonjë side hustle të themi apo ke qenë po ndonjë pjesë? me krypto, forex, dropshipping, digital agency, social media management, krejt çka mundet njeri mi pa, po side hustles, po sikur Ticket Wave ma thjesht shka nuk kom pa. Po java e parë si ishte për juve kur inkuadrohet, sa ju është dashur kohë ta mësoni procesin apo ta bëni blerjen e farë të themi. Po nuk ishte të mran blerjen e parë kam ba që prej mujit parë që jam regjistru, domethënë kom bler tek Addison Re për Mhm. 185 euro dhe kom shit 400 euro, domethënë bileta që i kom marrë dy bileta. Do me thënë, Diku këtë kursin e kam kry për 2 javë dhe ishte shumë e thjeshtë, shumë direkt, u kuptojshin se adminat më kanë suportu edhe shumë thjesht. po pasi e mësove, do me thënë, për një muaj e pas ke bërë gati pare, ke pasur dhe një strategji më pas blerjes të parë, normal, çdo herë kur hyn te grupi antarët e ri me njerëz synojnë ta bëjnë blerjen e parë sa më shpejt, po pasi keni bërë blerjen e parë, keni bërë ndonjë gabim më tej apo jeni fokusuar me ndonjë strategji, keni shikuar evente të ndryshme, si për shembull nëse është event ndonjë më larg ose më afër, si keni vazhduar më tej pas blerjes të parë? Pas blerjes së parë, gjithë shkartë kanë shumë lehtë, për shembull, po jam fokusu që me hap sa më shumë emailë, sa më shumë accounta me Ticketmaster, numrat të telefonit sa më shumë, deri më tani kam 10 numra të telefonit, domethënë me kartela fizike që i kam ble, Mhm. mësojnë me hap account ose mu regjistru ku diku ku nevojitet numri i telefonit. Ja që ajo është kanë domethënë strategjia për fillim, edhe tash për shembull në Ticketmaster i kam 10 accounte, të cilat muj me hinë në queue për më një herë, në 10 accounte do. Po, po e kam parë si që përmende më herët, edhe me pulling. Si arrite ta bëj pullingun? Vetë e shohë pa në grup apo kishe investuar më në ndonjë vend e dëshiroje ndonjë metodë tjetër? Po, po kisha investuar para tek Betbani, sa të rija kot vendosa të bëj pulling, pra të blej bileta për dikant tjetër, Mhm. edhe me një dit i fitova diku, nuk më kujtohet sakt, po diku tek 300 euro ose 400 euro të afër, që i kom blej 16 bileta për një person nga Amerika. Mhm. Do të thonë këto e takove me ndonjë grup tjetër, Po, besoj. në Ticket Wave Pulling, Po, te grupi që është Ticket Wave Pulling, po. super. Po deri tani, siç e keni eksperiencën juve në grup, sa keni bërë total të themi fitim nga të kjo periudhë që ke qenë në grup? Po, fitimi gjithsej është afër 4.000 euro, besoj. Mhm. Shumica është më Pasi shumë që nga biletave apo edhe që ke bërë nga pullingu, se kam parë goxha shumica herë ke është nga bërë pulling. bileta. Domethënë, për një eventit i kam fitu 1.300 euro profit. Bedbani që ishte në muaj korrik atëherë kur nuk ishte uh, konkurrencë shumë. Po, dhe ajo është fitimi më i madh që keni bërë nga evente. Po, Po, do një këshill për njerëzit që sapo po fillojnë, apo i kanë parë, na kanë parë në rrjetet sociale, ose po e shohin edhe këtë podcast të themi. Keni do një mesazh apo do një po tips të themi? ju garantoj që Ticket Wave ose rishitje e biletave është shumë më e lehtë se sa krypto, më e lehtë sa forexi, se sa dropshipping, edhe rreziku është shumë më i vogël krahasu prej tjerave. Vetëm të duhet pak buxhet fillestar
unë kom fillu me një buxhet jo shumë të madh, po prapa rrita domethënë ta trefishoj për 3 muaj për shembull. Pashu që edhe fitimin e fundit e kishe që kishe fituar një akant në FIFA, apo jo? Po, 4 akaunti kam fitu, Mhm. por për fat të keq nuk më qëllun herën e parë, pasi atëherë u shitshin ka 1500 euro për ta pak më lirë shkonin, po prapë të prapë është fitim. Po. Po sepse nuk e investuar asgjë vetëm që ke bërë regjistrime. Po, domethënë krejt janë fitim këto 4 akaunte nga 100 euro që i kom shit. Besoj që i folëm të gjitha me eksperiencën tuaj edhe si që je në grup i shpejt me fitimet dhe me vlerët e biletave edhe këtë intervistë po ashtu. Faleminderit shumë Shadow, shpresoj që në vazhdim hala më shumë fitime të bëni, si që shoh që keni kapur mirë dhe të na bashkangjitin edhe fillestarët të ri që shohin edhe këtë podcast që marrin si motivim. Faleminderit shumë Shadow. Faleminderit edhe juve, për gjithë anëtarët e ri, ju rekomandoj që t'ja filloni sa më shpejt sepse është shumë mënyrë e lehtë për të fituar lek anash.